Ka një problem me ngritjen e akuzës që bën prokuroria e posaçme. Sepse nëse shohim akuzat, edhe në rastin konkret që ju përmendët ish zëvendës kryeministrin, shkohet me shkelje barazisë në tendera. Dhe shkelje barazisë në tendera, ju e dini më mirë se sa ne të dy, cila është një vepër që nuk dënohet. Ku dënohet ajo vepër? Këtu mungon vepra e korrupsionit, mungon vjedhja që përmendi me burg, një sekond. Vjedhja është aty, është përdorimi, abuzimi, është aty te ajo vepër penale. A je dakord që është krijuar mentaliteti që për gjithë ato para, sepse po flasim për institucione kur qarkullojnë miliona euro. Dhe këtyre njerëzve ka dy probleme, thash, ngritja akuzës nga ana e prokurorisë speciale dhe mos konfiskimi. Sepse çfarë ka ndodhur me Akshin? Jemi përballë kushteve ku janë sekuestruar. Dhe në një moment të caktuar këto pasuri 40 milion euro pasuri. Po 40 milion euro goditjen e parë, se nuk e dim ç'mund të ketë tjetër. Por jo Kallëzimi i parë ku ka ndodhur? 2023. Mos të jum se diskutimi një moment sa Jemi ta mbaroj. 2026. Sa ta mbaroj Zhlima, sa ta mbaroj. Duhet shkojmë te konfiskimi, sepse çfarë ka ndodhur? Kemi parë në prokurorinë, në SPAK, po ti bie SPAK, po e them shkurt, kemi parë shumë dosje ku janë ngritur njësër akuzash, bien, sekuestrohen, por nuk konfiskojnë dhe rikthehen pasuritë. Tani çfarë ndodh? Nëse SPAK-u nga ky moment nuk fillon të ingranohet dhe të konfiskojë pasuritë, ma besoj që mentaliteti këtu në Shqipëri të gjithë ta zyrtar është krijuar që vjedhin pak burg dhe del. Pak burg dhe del, sepse çfarë ndodh? Një ditë në paraburgim është një ditë e gjysmë. Domethënë po ti shohin të gjithë zyrtarët e lartë kanë dalë për nga 2 vite, 2 vite e gjysmë. Po pasuritë nuk u janë prekur. Raporti SPAK-ut për vitin 2025 flet për mbi 40 e kusur milion euro të sekuestruara pasuri nga veprimtari kriminale dhe konfiskimi. 40 milion euro sekuestruar vetëm me Zoti Bora, ju kërkoni përceptimin publik apo drejtësinë të zbatohet? Konfiskimi, nga konfiskimi tek sekuestrimi ka një fazë të tërë procesesh gjyqësore. Jo, po ka një proces tjetër Si mendoni, shumë i gjatë. Nuk ka ndodhur dhe çfarë ndodh? Ma besoni që është krijuar mendësia në Shqipëri për vlera të tilla. Mor çe kushton dikujt që shkon bën 10 milion euro ti bëj 2 vite burg më burg. Se nuk ka për t'i bërë gjithë tjetër po nuk ja provove që këto vin nga sekuritari kriminale, është njeri pa reputacion, njeri i cili mbyllet perspektiva për çdo gjë në momentin që dënohet apo bën 2 vite burg, nuk është struktura